Në Kosovë në datën 7 qershor do të zhvillohen zgjedhjet tjera dhe ka pasur njëkohësisht edhe zhvillime krahasuar me zgjedhjet e mparshme të zhvilluara në 2025-ën. Ne mëngjesisht do të diskutojmë me zotin Blerim Burjani, analist në Kosovë. Zoti Burjani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe ju e faleminderit për ftesën. Si duken skenarët e mundshëm në lidhje me zgjedhjet e 7 qershorit? E dim tashmë, ish presidenti amsakt, zonja Vjosa Osmani, është kthyer për të qenë përballë Albin Kurtit. Po tash ju e thatë shumë bukur, unë e shoh rivalitetin më të madh, domethënë politik midis LDK-s dhe VV-s në këto zgjedhje, pasi që zonja Osmani do ka kaluar në LDK dhe LDK-ja pothuajse ka bërë pjesë kryesore strategjike punën e saj në LDK dhe natyrisht edhe fushatën e ka për e ndërton mbi zonjën Osmani. Pra zonja Osmani dhe së bashku me Alymir Avdirgjikën janë dy personalitetet që për momentin po heqin kampanjën e fuqishme ndaj subjekteve tjera politike, sidomos ndaj lëvizjeve vendosje. Unë po shoh që LDK është më tepër interesuar me marr politikisht me VV-n se sa me këto parti tjera, ndërsa në anën tjetër PDK duket më e heshtur, domethënë, edhe pse zhvillimet e fundit midis LVV-s dhe PDK, sidomos në rrafshin territorial, në Drenis disa ndodhi dhe ngjarje që ndodhen në rreth fundit, e bojnë domethënë të gjallë edhe PDK-n pak a shumë në rivalitet me VV-n. Domethënë tash janë bërë dy subjekte politike që janë kundra LVV-s dhe mendoj që PDK ende nuk e ka të frymësuar me shumë kampanjën se si do ta zhvillojë kundrejt LVV-s, do të ketë më shumë kritika, apo do të ketë më shumë domethënë situatat e cilat do të shpjegohen si programi i PDK-s në opinion publik, pra do të merren vetëm me programa, apo do të janë edhe rivalitet i fortë dhe të ashpër në pas edhe në kuptimin verbal me lëvizjen vetvendosje. Pra ka këto ende domethënë diçka për të bërë tha PDK-ja, domethënë sidomos në këtë fushat. Megjithatë lidhja demokratike e Kosovës shihet si e fuqizuar me zonjën Osmani dhe në tërë opinionin publik jam bizetran që LVV dhe LDK mund të jenë në këtë fushat më të ashpër njëra kundër tjetrës. Zoti Burjani, përkthehet rikthimi i zonjës Osmani në LDK në më tepër vota, sepse në 2021-shin kur LVV-ja fitoi zgjedhjet, një pjesë e mirë e votave shkuan pikërisht për shkak të vendimit të zonjës Osmani për të larguar nga LDK-ja dhe pastaj mori edhe postin e presidentes. Tash kthimi në lidhjen demokratike të Kosovës, unë kam thënë që s'ka pas edhe tjetër rrugdalje, aja ka mujtë me bën ndaj subjekt politik ose ndonjë lëvizje qytetare. Por periudha ishte shumë e shkurtër kohore dhe nuk ja vlejke, do më marrë me këtë punë, ajo ju kthy LDK-s. LDK-ja mor me gjithë shef, e pranoi në familjen Kuokon, ku i takon politikisht, dhe ajo natyrisht filloi me mendu domethënë për veten e vet brenda LDK-s dhe arriti mjaft shumë prap u dul një zonjë e fuqishme, domethënë përballë LDK-s, e cila nuk e dëshironte një pjesë e saj, nuk e ka dëshiruar kthimin e saj në LDK. Mirë, po kjo u tregu shumë e fuqishme, saqë shumë u lidh me liderin politik, domethënë në kuptimin politik me Avdirgjikën, saqë i dhanë edhe detyrat kryesore brenda. Kësana i propozu pozita e presidentes dhe Bartë Selicës, dhe zoti Avdirgjiki pranoi të jetë personaliteti i dytë me i fuqishëm në LDK, edhe pse është lider partije. Pra ky është një kompromis i madh dhe është një gjenerozitet që është shumë i madh i LDK-s me kthye edhe çka me kthy në domon e piedestali më të lartë politik në lidhjen demokratike të Kosovës. Pra unë e shoh që LDK do të rritet natyrisht në këto zgjedhje. Unë kam thënë edhe më herët dikon 5 deri në 7% maksimumi është që mund të shkojë LDK në rritje. Dhe tashti do të barazohet ndoshta PDK-LDK në këto zgjedhje sa për këtë rezultati zgjedhor, pra ka gjasa shumë mëdha mu barazu, edhe ndoshta edhe me te kalu LDK mirë, po njëherë për njëherë nuk duket shumë që kemi një farë përshtypje, se ende po na mungojnë domethënë feedbackat e kampanjës e PDK-s. PDK nuk është shumë e qetë për momentin, edhe kena na më vështirë domethënë me vlerësua lëvizjet e tyre. Mirë, po besoj që
tash ata kanë me bani lëvizjet e tjera, cilët kanë me tregu qartë që janë të interesuar domethënë për më shumë, jo për ata për një rezultat të njëjtë. Mendryshe PDK nuk besoj që ndron ndonjë rezultat në këtë variant që shoqërto në mënyrë të qetë, me përjashtim disa çështjeve individuale midis të njerëzve të VV-s dhe PDK-s nuk ka diçka tjetër ndaj fare realiteti. Tash realiteti i kurtit është me individ në PDK, por jo me Partinë Demokratike të Kosovës. Pra më shumë është në realitet me Samir Shtokën ata se sa domethënë me Partinë Demokratike të Kosovës që po merren. E tash të shohim se si do të shkojmë atutje, por megjithatë skenar që po përmendni ju shumë kanë më qenë interesant, dikush do të më ndeshku këto. Ja do të më ndeshku lëvizjeve nëse për shkak të pastësisë për domethënë shtet funksional, për të ndërtuar institucione stabile të qëndrueshme, sepse ka edhe përgjegjësinë më të madhe, sepse është objekti i parë politik, dhe normal që ka edhe përgjegjësi për më shumë se të tjerët, megjithëse ata të tjerë nuk janë të papërgjithshëm, do të thonë me përgjegjësi aq sa ka thonë qytetari, sa ka dhënë vota qytetari dhe përqindje që ka dhënë, pra do të mos sjell konform interesit të shtetit, edhe opozita nuk po sillet në konform interesit që duhet mos sjell. Pra të dy palët për mendimin tim janë përgjegjëse mirë, po na kemi një problem Kosovës, kena alternativa tjera. Po të kishte pas alternativë tjetër të fuqishme që do delte në sipërfaqe, edhe që ka nevojë në Kosovë me dalë një alternativë plotësisht ndryshe, sepse kështu më nuk shkon me këto barikada ose me këto gjana të barikadime politike, me këto bllokadat e ndryshme të cilët i bën njëri kundër tjetrit, kërkush po fiton këto veç populli po hup. Duhet një vetëvendosje tjetër në opozit, e keni thënë edhe më herët. Me siguri. Do të më kon dikush tjetër, unë kam prit që Vjosa do të ketë subjekt ri politik, edhe mendimi jam ishte që nëse bëhet Vjosa e krijon apo themelon një subjekt ri politik, atëherë me siguri do të jetë një alternativë pak më ndryshe dhe do të jetë një alternativë mundshme qytetare. Për që qytetari më u kthy domethënë në realiteti tjetër, jo këtë realitet që kemi pasur 20 vjet. E më shumë domethënë ky realitet që vazhdon prej vitit 2000 deri në 2026, ai kem pa i dimë njohim këta njerëz, pra presha thasha mos po bëhet ndonjë iniciativë tjetër, mirë po kjo u kthye aty ku ishte, domethënë dhe tash ajo më shumë mundet me përformuar interesat e LDK-s se sa në interesa për shembull të një subjekti që e kishte kriju vetë, domethënë si personalitete politike, domethënë ai nuk e shfrytzoi deri në maksimum pozicionin e presidentes në kuptimin politik, ajo u kthy ku domethënë mirë që u kthy se me siguri vlerësimet ishin të sojna që nuk mund të arrijë më shumë. Zoti Buriani, rritja e LDK-s mes 5 dhe 7% do të marrë vota nga vetëvendosja më tepër apo mund marrë nga partitë e tjera opozitare? Që do të thotë, do të kemi rezultat ndryshe në zgjedhjet e 7 qershorit nga çpam në zgjedhjet e 28 dhjetorit për shembull? Po tash unë pres që domethënë se ju e dini në zgjedhjet e fundit LDK-ja një pjesë e madhe në Prishtinë, shumica këtë kanë votuar pro VV-s. Dhe ishte shumë e çuditshme, vajte kemi pas reaksione dhe unë kam reaguar mjaftashëm në atë kohë në kuptimin e asaj nëse njerëzit domethënë rrinë në lidhje demokratike të Kosovës, ndërsa votojnë për VV-n s'kishte kufar kuptimi. Dhe po që Prishtina ishte determinantja kryesore në rezultati më të mirë të vetëvendosjes. Pra ishte shumë e çuditshme dhe reagimi im ka qenë në atë kohë që më thonë mjaft signifikant, dhe ndoshta ka njëherë edhe me tonë më tash për politikë që është e mundshme me votu një parti që është lëvizja vetëvendosje në Prishtinë, duke pas parasysh që ka da tradita politike dhe e zhvillimit e strukturave të LDK-s i ka pikërisht të qendrën e Prishtinë. Kur të analizosh në përket Kosovën, këtu e kanë qendrën. Edhe në Prishtinën me hub, domethënë kjo është totalisht për mua e pa kuptim, madje pa ta thonë që kjo këto s'po më me kuptu, kur qysh nuk po më e kuptu, kom thonë qysh është e mundshme mes me bë këtë punë, domethënë mos me votu për LDK, po më votu për një parti tjetër. Unë mendoj që kësaj herë do t'i kthehet elektorati i LDK-s, domethënë që i ka votu për VV-n në zgjedhjet e fundit, do t'i kthehet subjektit vet politik. Po besoj që ka një vetësim, ju me siguri keni vërej që tash ka filluar një kampanjë që Lumiri edhe Mazoni Osmani po shkojnë, domethënë na e shkojnë fushat derë me derë, që edhe ju e shkojnë në Shqipëri, po shkojnë për vizita familjare, vizita në për qytete, edhe në Prishtinë edhe më larg,
Pra tash kanë ndërtuar një mekanizëm ndryshe domethënë të takimit me qytetarë, sepse LDK më atëherë kanë ecë subjekt politik i flajtën. Domthonë votat janë të gatshme, njerëzit janë të gatshme, ata veç kanë prit kur po vinë votat, e kështu më nuk ka. Kur e hupën domon elektoratin shkoj për OVV-s më shumë, e po që pa dol me pas kontakt me terrenin, nuk guxojnë më me rreziku, më me prit vota, me dur në xhepa që ke përpara Isa Mustafa, me dur në xhepa shtap kërkosh kur gjë. Pra duhet më mundu vet politikisht kësaj herë ka një ashtu bani kampanë më ndryshe se që ka qenë, do jam më shumë optimist që do të thotë LDK do të ketë ikon 5% rritje minimum, ndërsa maksimum është 7%. Edhe po mendoj unë që ashtu do të jetë parafërsisht mirë, po mos presin edhe shumë për kësaj pune. Se nuk mos presin edhe shumë që shkon 10% se do të ishte atëherë do të ishte është dashur me ndodh në diçka shumë e keqe ose e madhe, sepse në parametrat apo standardet evolutive të fushatave të partive politike dhe rezultatet zgjedhore nuk mund të ndryshojnë për një parë zgjedhje më shumë se 10%. Kjo është vetëm në kohët e revolucioneve të mëdha mundet me ndru, ju e dini, i tërë sistemi i mënyrës të zgjedhjes. Këtu s'ka ndaj parë revolucioni kur fare në kuptimin asaj protesta, gjanat e tjera, po kemi një evolucion të herë të zbete, herë më agresiv, mirë po metet vetëm evolucion, edhe me evolucion nuk mundesh me fitu, maksimumi që mundesh me fitu rritje është 10%. Qështu janë përvojat ndërkombëtare, qështu janë përvojat, domethënë që merren njerëzit me zgjedhje, unë jam marr më shumë ti me çat punë, prandaj po them kjo nuk shkon më shumë se domethënë është e pamundur. Zoti Buriani, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.